Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Teatarot. Sot do të shikojmë mesazhet, pra do të lexojmë mesazhet e ëngjëjve që na thonë ëngjëjt për ditën e sotme. Për lexime private më kontaktoni në Instagram Teatrot 2025. Faleminderit. Se kemi mesazhet e ëngjëjve për ditën e sotme. Ç'na thonë ëngjëjt për ditën e sotme? Pyet sot ëngjëllin tënd. Sepse diçka do të shkoj mirë sot. Pra në qoftë se pyesni ëngjëllin tënd për pyetje që ju doni të bëni, gjithçka do të shkojë mirë. Rimendohu sot për gjëra që ke në mendjen tënde, sepse me anë të një oportunizmi ju do të shëroni veten tuaj. Pra, shërimi është edhe pjesa e botës tuaj shpirtërore. Pra, do të keni një shërim të botës tuaj shpirtërore, të botës së brendshme. Në këtë moment sot që ju po pyesni ëngjëjt tuaj, duhet të merrni një drejtim të ri në jetën tuaj. Pra, ëngjëjt thonë, duhet të merrni diçka të re, pra të keni një rrugë tjetër, të ndiqni një rrugë tjetër, të komunikosh në mënyrë të qartë sot me botën tënde të brendshme, me fëmijën tënd të brendshëm, për të marrë përgjigjen e dur. Sepse situata, në qoftë se ju do të bëni atë pjesën e bisedës me fëmijën tuaj të brendshëm, do të bëhet më e mirë. Pra do të kemi ndryshime. Asnjëherë nuk duhet mendosh negativisht sot. Gjithmonë gjërat e mira bëhen duke menduar pozitivisht. Dhe asnjëherë nuk duhet të shqetësoheni shumë sot për gjërat që ju doni të bëni, të realizohen. Pra nuk duhet të mbani mendjen gjithmonë në gjërat që të keni për të bërë gjithmonë kur do bën shpejt, jo, ka kohën e duhur çdo gjë sot. Por duhet të veprosh. Pra duhet të hypësh spitalit dhe të ecësh, të vraposh, të veprosh, të jesh në lëvizje. Sepse çdo gjë sot do të ndryshojë. Gjithmonë duke qenë në veprim, në lëvizje, gjërat do të ecin mbar. Këto ishin mesazhet e ëngjëjve për ditën e sotme. Faleminderit miqtë e mi.